Pas këtij takimi që kishim me udhëheqjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me çrast kryetari Lumir Abdigjiku erdhi me dy bashkëpunëtorët e tij, me zonjën Vjosa Osmanin dhe me zotëri Lutfi Azirin. Në anën tjetër unë isha bashkë me ministrin e Financave dhe anëtarin tonë të kryesisë, Hekuran Murati. Diskutuam shumë çështje të aktualitetit politik, të situatës institucionale, të sfidave të cilat na presin në aq shumë fusha për progresin që i nevojitet qytetarëve të Republikës dhe shtetit tonë. Me që rast natyrisht ndam edhe shumë prenga që i kemi, por njëkohësisht ka edhe shumë vullnet e zell për të punuar bashkë në të ardhmen. Kjo natyrisht që është optimiste për të dy subjektet tona, e besoj që është edhe një gjë shumë e mirë për vendin tonë dhe për qytetarët në përgjithësi. Nuk mund të themi që takimet me Lidhjen Demokratike të Kosovës janë ndonjë lajm tashmë në Kosovë. Është normale që ato të ndodhin. Unë besoj që takimet ndërmjet subjekteve politike nuk do të duhen përgjithësi të ishin lajm, me qenë se pavarësisht ta jemi në opozit apo në qeverisje, ne duhet të takohemi, duhet të komunikojmë, duhet të bashkëpunojmë për ato për çfarë pajtohemi dhe duhet të synojmë të pajtohemi edhe për ato për të cilat nuk pajtohemi. Ajo që fatkeqësisht është lajm sot në Kosovë është që nuk arritet të takohem sërish me kryetarin e ri të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotëri Ardian Gjinin, i cili është njëkohësisht edhe kryetari i komunës Gjakovës, përkundër përpjekjeve tona. Mendojmë që është e parësyeshme që të mos takohemi e bisedojmë, kur e dim që politikanët në Kosovë, edhe vendor, por edhe me diplomatët e politikanët ndërkombëtar, takohen aq shumë e shpesh sa që pothuajse secili me secilin, e tash të mos takohet vetëm kryeministri, përkatësisht unë, me kryetarin e një komune, përkatësisht kryetarin e AK-s Gjini, besoj që kjo është lajm sot në Kosovë. Në anën tjetër, për dallim prej kryetarit të AK-s, i cili u vetë përjashtua para se të filloj procesi i bisedimeve, e kemi një situatë tjetër gjithashtu jo të lehtë, për shkak se kryetari i PDK-s u vetë përjashtua në fillim të procesit të bisedimeve, zhvilluam vetëm një takim, unë besoj që duhet takohemi edhe më tej, kjo nuk u bë e mundur, vullneti dhe gatishmëria ime, përveç se interesimit tim, do të jenë gjithmonë aty, pra në një kohë të përshtatshme, në cilin do vend që zgjedhin ata, unë jam i gatshëm që të takohem edhe me kryetarin e AK-s, edhe me kryetarin e PDK-s. Kemi aq shumë tema për të diskutuar, nuk besoj që nuk ka diçka për të cilën nuk pajtohemi, ka shumë gjëra për të pajtohemi dhe që mund të shndrojmë në një plan veprimi. Në anën tjetër për interes shtetëror, edhe nëse kemi mos pajtime, nuk besoj që të gjitha mos pajtimet ngelen të tilla nëse ne takohemi edhe përpiqemi që të urrëzojmë ato. Sa i përket takimit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, përkatësisht me krerët e saj, lajm do të ishte po të kishim marrëveshje. Marrëveshje politike nuk kemi, pra diskutuam për çështje të ndryshme, për mundësi që i kemi përpara, kemi nevojë për një marrëveshje politike e cila respekton rezultatin zgjedhor, nuk e zëvendëson atë, por e shndron rezultatin zgjedhor edhe në kontribut për stabilitet institucional dhe për funksionim të Republikës së Kosovës në mënyrë demokratike. Askush nuk i do zgjedhjet e reja, mirë po nëse nuk do të kemi marrëveshje, nëse nuk do të kemi hapa përpara, përkundër mos dëshirës që të shkojmë në zgjedhjet e reja, fatkeqësisht ato mund të shkaktohen. Për këtë jemi të vetëdijshëm edhe lëvizja vetëvendosje, edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Do të përpiqemi maksimalisht, do të vazhdojmë komunikimin dhe takimet, por ndërkohë që e bëjmë këtë, me qenë se janë afruar ditët, koha është shkurtuar dhe do të na duhet që edhe në rast të mungesës së një marrëveshje politike në ditën e nesërme, pas nesër të jemi
në fillimin e seancës konstituive. Ne kemi diskutuar shumë më tepër për raportet tona si dy subjekte sesa për raportet e brendshme të subjekteve. Lëvizja vetëvendosje konsideron që presidenti ose presidentja e Republikës si shprehje e unitetit të popullit, si një figurë e cila duhet të ngrohë zemrat e gjithë qytetarëve të Republikës në kuptimin e vlerave dhe meritave profesionale e shoqërore e kombëtare, pra një personalitet i cili do kishte shumë karakter të mirëpritur nga popullsia, nuk do të paraqiste polin e 4 të pushtetit, sepse Republika Demokratike i ka 3 shtylla, ekzekutivin, legjislativin dhe gjyqësorin, do duhet ishte jashtë partive politike dhe njëkohësisht të mos ishte i përfshirë në polemika ditore, le të themi. Pra, ne jemi të interesuar e të gatshëm që të bashkëpunojmë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse vendi ynë ka nevojë për progres të përshpejtuar, mirë po sa i përket pozitës së presidentit, qëndrimi ynë është që nuk do duhet jetë pjesë e pushtetit politik, por e përfaqësimit të Republikës. Ta shohim se çfarë do të sjellë komunikimi i ardhshëm. Pra, unë nuk mund të sjell emër konkret, sepse emri konkret do duhej të ishte konsensual, pra të ishte gjithë përfshirës, të mos ishte i lëvizje vendosje. Ju e dini që herën e kaluar ne kemi sjellur emër konkret, po i ka qenë Glau Konjufsa dhe Fatmire Kolçaku. Kur u tërhoqën këta dy, kemi kërkuar emra konkret dhe pasi që s'na u dhanë, e sollëm edhe një emër konkret, i cili ishte doktoresha Feride Rushiti, por nuk u pranua pikërisht pse e sollëm ne. Prandaj ju duhet në mirë kuptoni që nëse unë sjell emra konkret, pikërisht pse e solla unë emrin konkret, unë bëhem më shumë emër konkret se emri konkret që e solla unë. Rrjedhimisht ne jemi të interesuar që ta kemi dikë gjithë përfshirës, sepse nuk duam të sjellim emra që nuk zgjedhen, por dëshirojmë të kemi emra të cilët e kanë mirë kuptimin e përgjithshëm dhe atë mbështetjen e domosdoshme në Kuvendin e Republikës. A ishte plotësoni emri i LDK-s apo kuan të çfarë të bëjë LDK-ja që nuk marrin marrëveshje? Nuk kemi folur për emra të presidentes apo presidentit, kemi folur për rrugën përpara në bashkëpunimin e lëvizjes vendosje me LDK-n dhe meqense kemi pasur situata të pothuajse dhe rivalitetit në kuvend shumë shpesh, nuk është kollaj tash që për këto s'mund të them as pak ditë, po madje pak orë para fillimit të seancës konstituive të kuvendit, ne ti te kalojmë të gjitha gjërat. Megjithatë po punojmë maksimalisht.